Shpesh neve gjykojmë me arsye. Këto si që po e thu, unë kam shumë kritika për prindrit sot që po funksionojnë me fëmin. Shpesh edhe postoj statuset të tilla, për shkak se mënyra se si po edukohet sot fëmiu, vërtet për mu është shumë e dhimbshme. Nuk ka, sot kanë qasje prindrit media, nëse nuk e kanë idenë e edukimit, ka plot informacione se ata kanë mundësi me mësu mënyrën se si edukohet fëmija. Mas pojnë raport me teknologjinë, mas pojnë raport me jetën e luksit që ata po mundohen me instalu pa tjetër tek fëmijët, duke humbur rëndësinë e vlerësimit të individit si individ. Edhe duke nesër, duke i shpërfaq problemet shëndetit mendore atij fëmije. Se nëse një fëmijë rritet me vlerën e luksit gjatë gjithë kohës, e humb ato ndjenjat edhe emocionet cilat janë të domosdoshme për të si empatia, dashuria për tjetrin, solidariteti, ndihma, ai patjetër që nesër ka me pas probleme. S'ka me pas raporte qëndrueshme ose marrëdhënie qëndrueshme në shoqëni, mënyra se si ka me i vlerësu njerëzit, ka me konë shumë e gabume për shkak se ka modelu qatë sjellje, edhe patjetër çaj fëmijë ka muni bosh, ka muni pa plotësum. Prandaj ata nuk janë të vetëdijshëm mendoj prindrit për mënyrën se si janë të eduku fëmin, për shkak të kësaj postimeve edhe çpërfaqjes sa ma perfekte të familjes. Nuk ka perfekt. Asnjë familje nuk është perfekt, asnjë individ nuk është perfekt. Kështu që mendoj si prindrit këtu kanë vërtet për mu të paktën kritika, mënyrën se si po funksionojnë, si po i shfrytëzojnë. Ky rasti që tjetë se ky është shfrytëzim i fëmijës. Në fakt, nuk e di se si funksionon aspekti ligjor, po për mendimin tim, një prind të shfrytëzoj fëmijën në këtë mënyrë, unë mendoj si ishdash mu marrë edhe masa ligjore, për shkak se ajo i fëmijë, edhe ajo është i pavetëdijshëm nesër për efektet negative që ka me pas në shëndetin mendor. Për këtë arsye edhe më herët thash që ndoshta duhet të ketë disa rregulla cenzurimi, disa rregulla që duhet të funksionojnë më mirë, që të ketë disa pika, disa stope, pasi na si shoqëri po shihet që nuk i njohim ato. Kështu që gjithçka e marrim si shumë të mirëqenë ashtu, edhe rrjetet sociale na i marrim nuk e njohim një mes start, kisha me thënë. Nuk kemi kufi. Nuk kemi kufi. Duhet dikush me vendos. I shohim për shembull në shtetet e jashtme, menojmë që wow, keq ashtu funksionon bota, po ata njerëz janë sikur na. Se menojmë që ata nuk janë të bëjë diçka gabim patjetër. Pse i shohim sikur ata janë shumë perfekt, nuk janë as ata perfekt. Ndjenja e inferioritetit, prandaj neve jemi rrit me ndjenjën e inferioritetit. Po tash kemi shpërthyer më shumë se sa që duhet. Edhe mendoj që kjo është kanaqet jashtë vetës pak, jashtë çdo kulture, jashtë çdo nuk jam edhe shumë për ata te modernimi, ata ajo që ka qenë më herët. Po mesoj që duhet është keq kuptuar me modernizim.